Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, ju përshëndesim me selamu aleikum kudo që jeni. Neve jemi pra me emisionin e radhës, emisionin javor Fiku Hanefi, si çdo javë bashkë me profesorin e nderuar Mustaf Efendi Havollin. Meqense ata që na përcjellni këto emisione keni vërtetur që disa emisionet e fundit kemi trajtuar temën rreth hadithit të dobët ose hadithit të daif. Dhe faktikisht, sidomos emisionet e fundit kanë pas të bëjnë me atë hadithe të dobët i cili s'ka rrugë të transmetimit, mirë po të vërteta ose nuk gjinen ato që janë të duhurat, atëherë kanë vepruar dietarët me të dhe profesori i nderuar ka sqaruar se edhe që veprohet me një hadith të tillë, ndërsa sot është e kundërta e kësaj, si ka mundësi që një hadith i ketë rrugë të transmetimit gjitha të duhurat, mirë po mund punohet me të. Do thot faktikisht refuzohet, më falni. Ky është një titull i ri i emisionit sotëm që kur refuzohet hadithi sahih. Profesor, pak jemi mësuar gjithmonë hadithi sahih, hadithi i vërtet, punohet me të, edhe nuk ka diskutime, ndërsa sot po trajtojmë një temë ndoshta për shumë shikues do të jetë pak interesante, do të dëgjoj atë kurreshtin se si ka mundësi që edhe një hadith me rrugë të transmetimit edhe që llogaritë i vërtet sahih, por refuzohet, nuk punohet me të. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Po jemi mësuar disa trajtesat që e kam plotësuar njëra tjetrën, më sot kujtohet janë po 6 trajtesa, të cilat jemi munduar me sqaruar dhe me shndrit shumë çështje që ndërlidhen me hadithin e dopt. Dhe jemi munduar me sqaruar atë se hadithi i dopt nuk është hadithi i rrajshëm dhe hadithi i dopt nuk është gjithherë për sport hudhet, siç po tentojnë disa me e trajtuar në këtë kohë. Po jemi munduar me i treguar që hadithi kur transmetuesit nuk janë shumë të dopt, ose kur defekti është te memoria e transmetuesit të mbajturit përmendsh, nëse aty ka lëshime të vogla, atëherë ka elemente të tjera të cilat e ndihmojnë dhe sigurojnë bindjen që pejgamberi ka thonë atë, atëherë hadithi e kalon testin provimin dhe bëhet hadith hasan li ghairihi ose hadithi i pranueshëm me izin e Allahut xhaleshanu, dhe ka numër shumë të madh të haditheve që janë të kësaj kategorie. Por ata është jo shkencore dhe inshallah sfokusohemi thonë me qëllim keqe që shumë prej çarçeve të caktuara janë munduar që me e bind të lexuesi i thjesht këtë bindje që hadithi si të vlerësohet për i dopt s'ke çal merresh me të hudhet më herë, sikur që janë munduar me bind lexuesin ose me krijuar bindjen që hadithi si thonë është sahih, normalisht ata ose disa prej muhadithinëve, ai hadithi duhet gjithçysh të veprohet me të. Në pjesën e parë do të thotë që hadithi i dopt ka raste të shumta ose ka elemente të shumta që ndihmojnë dhe bëhet i pranueshëm, e kalon testin. Kemi folë gjë në gjatë dhe sot nuk e kemi ndërmend me u kthye atje. Ndërsa sot e kemi pjesën tjetër ose anën e kundërt, nëse hadithi është sahih sipas dietarëve të hadithit, i plotson kushtet e të qenurit hadith i vërtet, hadith autentik, atëherë a është obligative gjithsesi të veprohet sipas tina. Normalisht logjikisht kish më dal kjo. Qysh po kem drejt me bë këtë pyetje? Hadithi është sahih dhe me pasua pyetjen a veprohet me të aje. Ajo, kur muslimani duhet gjithsesi të veprojë sipas asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose është vërtetuar se i ka thënë pejgamberi, ose na ka ardhur me rrugë të besueshme që pejgamberi alayhi wasallam e ka thënë. Për ata në një mënyrë këtu kemi dal para një realiteti që mundohen me betonue, që si i ka rrugë, si të plotson kushtet që i kam para po muhadithin të hadithit gjithsesi duhet jetë pranuar dhe bëhet obligim të vepruarit sipas tij, dhe nëse është e kundërta, atëherë shpallësh me automatizëm kundërshtari i sunnetit ose hadith. Armik i sunnetit, po, siç kanë drejt me quajt, ose Kur'aniun po i quajnë do tash, edhe pse ka diçka prej kësaj, do të ka disa dietarë që tashmë mundojnë me refuzuar sunetin komplet, na me ta s'kemi punë. Na kemi punë me ata që janë shkollat pranueshme në rrofshin e jurisprudencës islame dhe shkollat pranueshme ose dietarë pranueshëm edhe në rrofshin e dietarëve të
të hadithit. Dhe këto dy drejtime e plotësojnë njëna tjetrën, por shpesh herë kanë ndodhur që njëna tjetrës më ju përzi, sidomos muhadithin kur kanë filluar marrë edhe me fikë edhe me tefsir edhe me akait, praktikisht shkencat islame kanë lëvizë dhe kemi tani divergjencat që kanë kaluar deri në armiqësi. Kon mirë se cilëu marr me fushën e vet. Profesor, kjo çështja e këtij lloji hadithit vërtet me rrugë transmetimit sipas muhadithinëve është ndoshta e rrugës më u kthye te sahabët, a ka ndodhur sepse sigurisht atje edhe bashkëdëzohet kjo çështje që me u sharu më mirë, a ka ndodhur që të refuzohet hadithi me rrugë transmetimit vërtet ose ka kundërshtuar njëri tjetrin si që ndron kjo çështje? Kur flasim për sahabët, se këtu praktikisht është synimi me mbërri gradualisht, vetëm të sqarojmë që vlerësimi i hadithit prej muhadithinëve, se ai plotson kushtet që ata i kanë parapo. Vendosja kushteve që ata i kanë parapo dietarët e hadithit, Allah i pasqyrua, që punua shumë për me dorë shopin për shqerit, janë ijtihadie. Dhe kemi përmendur disa praktikisht ata janë kanë marrë mend që ato kushte do të më plotësojë gjithçysh, dhe ajo është ai limiti minimal që nëse plotësojmë hadithi pranohet, duhet pranohet. Po tash ato kushte, çdo kusht në vete, cili do bëjë tyre qoftë besueshmëria, kush është i besueshëm për transmetuesve, përsëri ka divergjenca në mes dietarëve të hadithit. Edhe aty kemi një limit minimal dhe maksimal, kur transmetuesi bëhet i pranueshëm, po shumë shumica, si thot Muhammed Awamja, Allah i ruajt edhe ja zgjat jetën rastisë, po është një prej dietarëve më që kemi nevojë hala për dijen e tina. Shumica e dietarëve, shumica e transmetuesve janë që dietarët e hadithit kanë divergjenca rreth pranimit të tyre dhe mos pranimit të tyre. Janë të pranueshëm si transmetues apo jo. Do të praktikisht kur themi shumica, do të praktikisht e gjojmë një muhaddith i cili transmetuesi që ka divergjencat e dietarëve rreth qendurit e tij e pranueshëm ose jo si transmetues, ai që e konsideron ka mendimi pranueshëm çdo hadith që gjendet ai transmetuesi pranon. Ndërsa pola tjetër të cilët mendojnë se ai transmetues nuk është i pranueshëm, atëherë praktikisht shohim që ata nuk e pranojnë si hadith. Kështu që këtu veç fillojnë më ndryshue qëndrimet, por ata kemi plot hadithe që disa prej dietarëve të hadithit ju kanë thonë është i pranueshëm, dhe është autentik dhe duhet pranohet. Disa prej dietarëve të hadithit kanë thonë është i dobët. Dhe na kur po flasim disa, kanjëherë na po flasim për emra shumë të mëdha. Do të nuk flasim për emra të vegjël. Do të hadithi Mughira ibn Shobes, se pejgamberi alayhis salam ajo që është autentike, dhe është transmetuar për gjithë transmetuesve, Mughira është se pejgamberi sallam ju ka dhënë mes mesteve, jo çorapave. Një transmetues është duhet me te. Dhe në këtë rast ai ka dhënë çorapave. Do të ka kundërshtuar krejt transmetuesit e tjerë. Ky konsiderohet shadh i papranueshëm si rivajet. Dhe se është i tillë, ka thonë imam të mëdhtë hadithit. Këto imam të mëdhtë hadithit, na po flasim për imam Muslimin, kategoria imam Nesaiut, Ali ibn Medinit, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, na po flasim për imam të më të mëdhtë. Po të njëjtin hadith ka ardhur më vonë për Sheikh Nasruddin Albani të sahih. Dhe Nirval Ghalil thot kur e përmend këtë hadith imam Abu Dawudin sunenin e tina, dhe përmend që ka për dietarëve të mëdhenj që se kanë pranuar, Sheikh Albani të hadha lejsi për kjo kur gjykë harpune. Do të praktikisht kur gjykë harpune me thonë imam të mëdhenj hadith zbon. Po ka divergjenca, do të ky ka menduar që hadithi ka mundësi me disa pikë rrugëve tjera të cilat gjithashtu përsërihen shumë dobta, ka mundësi mu përforcua dhe me koni i pranueshëm. Po divergjenca është mes dietarëve të hadithit. Vjen fakihi që mendim me marr. Nëse i flan zamë më shumë të dietarët e mëdhenj të hershëm të hadithit konsideron hadithin e çorapave të papranueshëm. Po do të më thonë mes mesteve. Nëse mendon se Sheikh Albani është më i madh në hadith se ata, edhe disa bashkëmendimtar si ai, atëherë pranon se edhe çorapa bën mëjon me mes. Asmo shiqojmë çështën për aspektin fikor në këtë rast, apo flasim pranimin dhe mos pranimin i hadithit. Si ka të bëjë me këtë çështje. Ose këtë çështje do inshallah do të merrem me të edhe të shohim lejohet as lejohet ose cilat çorapa praktikisht duhet më dhënë me mes. Po kjo ke veçami për
përmend ose me I pasqyrue që ka shumë dietar që hadithin e shohin ndryshe disa të pranueshëm, disa jo të pranueshëm. Ajo pyetja që e bën atje, që ka të bëjë me sahabët. Ne tash jemi të fol më shumë për se tash si po them hadithi është transmetuar me rrugë të pranueshme, sahih. Ne me automatizëm pjesën e parë të hadithit po e pranojmë, se hadithi përbohet çdo hadith përbohet prej dy pjesëve, rrugës së transmetimit dhe metet tekstit të hadithit. Nëse thon hadithi sahih pranueshëm, kjo është e muhadithinëve. Praktikisht po pranojmë që rruga deri te hadithi është e transmetuesit janë të besuar. Po. Asnjëherë s'ka shkuar mendja me thonë që vëllai të pagabueshëm. Kjo kush nuk e ka këtë drejt me thonë. Sepse kur themi janë të pagabueshëm, çfarë do të qoftë ai? Edhe muhadithin më të mëdhenj që janë bë imam të mëdhenj, edhe që dikush e konsideron se ai stat me fjalë që është I pagabueshëm, po me i thonë s'ka ka qelluar të eshe që trarohet. Ato do praktikisht me punë del që eshe mendon që ai pagabueshëm është. Gjithë kanë gabuar se nëse thon njëri dhe pagabueshëm atë biem desh me Kur'anin dhe me sunetin e pejgamberit. Po, parim është, nuk mund të them ka gabuar më pak e më shumë është diçka tjetër. Po të pagabueshëm nuk ka. Kështu që do transmetohet edhe imam të hadithit, edhe imam të fikut, edhe të akaidit, edhe të gjithë kanë gabime, po gabimet e imamëve shqyqohen pak më ndryshe, profesionistave. Sa I cili ka plotësuar kushtet e ijtihadit, më marrë me shkencë dhe me vlerësuaj, do të ka bagazh shkencor që ja mundson atë çështje, ai edhe nëse s'ia qellon shpërblehet, nëse njetin e ka të mirë. Ndërsa të tjerët e kemi të kundërtën, nëse ai që si plotëson këto kushte dhe ja nis me bujë ijtihad dhe me vlerësuar dhe mirë biro plusa dhe minusa dietarëve, praktikisht ajo kjo është për keqardhë kjo, edhe nëse ja qellon është mëkator. Praktikisht kanë herë na përbollëm me sene për I matë ndryshmeve në për me zlisë tjera. Ne barnatore, edhe muslimon fetari mirë, edhe për pyet hoxhët a nxinet rrecatja ndërkohë nuk nxinet. Çështja e njohur në fik, që nëse vënohem namaz, imami ka shkuar në ruku, na kemi nxonë në ruku. Që atë recate, a llogaritet, a kem nevojë me përsëritje dhe në fund ku t'jap selami, më jo. Do të çështja është e njohur. Shumica e dërmuese dietarëve thonë që e kanë nxonë rekatën. Ka një pjesë e vogël e dietarëve, si do të thotë mas rivajeteve që merren, edhe bashkëkohort prej tyre, kësaj kategorie, thonë që se kanë nxonë rekatën. Po çështje e fikut. Edhe do të dua argumente. Po mirë argumentet për këto, që për këto, jo, po duhe, thellësisht me një këtë tash, që ka po duhe me këto muhabetesh, tha po duhe me pas bagazh të fuqishëm që me kundërshtu këtë mendimin tjetër. Tash po kjo së punë e jotja. Punë e jotja është më barë me profesionin që e kije. Farmacist. Tash këto tjera atë janë të pritë teknologjikë për ty, nuk janë që shpotua çështjet fetare në të pritë edhe thash nashta s'kisha pas zërit me thonë ashtu, kur krejt bornat në barnatore I kije produkte vendore. Nërsa kur asnjë se kije produkte vendore, Allahumme ish nështë që do alkohole, do që se heqion, thash e ti më marrë me këtë çështje, s'merresh me profesionin tonë, me këto merrem na. Ti merrem me këtë çështje, ty të mjafton me ditë këtë çështje, çështu edhe bën çdo për mendime pranohet s'ka të rroshe, mos u bëjmë bota kjo çështje. Po ti merrem me punën tonë, E tash qëta kur janë nisin automekanikat, inxhinierët e mjekët me fillon fetva, tani praktikisht kjo është edhe gabojnë edhe kur ja qellojnë. Sigurisht. Kjo është fatkeqësia e madhe. Kështu që teksti është tash po them ju kanë nështruar kritikës prej kohës së sahabëve. Hadithi sahih në kohën e sahabëve, çka nuk kuptoj kjo, se tash kur e përbanet nëse I plotson kushtet e hadithit sahih. Na në kohën e sahabëve s'mundem me thonë valla tash rruga e transmetimit është e dobët. Pse? Sepse muhadithin e kanë pranuar këtë çështje, kanë thonë krejt sahabët janë të pranueshëm. Edhe me këtë e kanë mshel mundësinë me studiuar më pej sahabëve, edhe pse sahabët kanë gabuar.
S'ka dyshim aty. Njerëzit kanë mos më dëgjuar mirë, kanë gabuar, kapitullin e kanë gabuar me qëllim, nash Velid ibn Ukba ka pi alkool. Edhe kjo është për sahabë, po, ka po këtë farë muhabeti. Po njerëzit ata faktikisht. Po, ai në sajti më muslimit, është të dal imam edhe ja ka fërë namazin e sabajt ideon, ka në pëtë një ushtu ajo. Të shës më në mëndon që këlloj gjënohet e këtina sahabi e fshien, jo, këtë dënohet për këtë farë muhabeti, nështë edhe mbarën se në atjertë më mërnopa. Mirë po, parimi është se nuk kanë shpif fjalë dhe vepra ndaj ose kundër pejgamberit alayhis salam. Për këtu që të janë konsideruar pranueshëm, për këtu në kohën e sahabëve s'kem nevojë me ju qasë çështje se rrugës së transmetimit. Po kemi raste të shumta kur sahabët njëri prej tjetrit nuk e pranon hadithin o kundërshton ose kërkon shërim shtesë. Për ata i përmenim disa për shembujve. Imam Zarkeshiu kush don me po veç Aisha radiallahu ta'ala anha sa prej sahabëve i ka kundërshtuar në hadith, në atë që kanë transmetuar në emrin e pejgamberit dhe sa është liber el-ijabe që ka shuar Imam Zarkeshiu është një libër ku i kanë mbledh vetëm rivajetet hadithet ku Aisha radiallahu i ka kundërshtuar të bashkëshortja e pejgamberit alayhis i ka kundërshtuar të tjerë. Të tjerë. Do të po flasom jo një shembull dy kanë po munduar me kalluar që atë që po jetojmë nuk është përjashtim për rregullës, po ka numër të madh, jo të vogël. Do të na po flasim për qindra hadithe. Do po flasim për kjo është një argument se çfarë drejtë ka pas femra për shkakun e pejgamberit alayhis. Do thotë me i kundërshtuar sahabë shokët e pejgamberit edhe me bazë debate kështu me radhë. Pa problem, po praktikisht po kemi edhe jo vetëm Aishën, po kemi pas gratë të tjera të kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po kjo ka me temë pa studiuar më sa në tash ka çështja me nënhi edhe tash na po duhet më marr me drejtat e femrës mas 14 shekujve. Muslimane së fjala për shkak sepse feja islame ka degraduar atë, ja çonguar drejtat e sane, pa njoft këtë çështje, na por më kthye do të më kthye herët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po çfarë drejtash që si është vlerësuar dhe shtrajtuar femra në kohën e shprehur të këtë radhë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të gjeneratat e hershme. Marrim disa shembuj që mos më dal. E kemi përmend këtu hadithin e Omerit kur ka kundërshtuar hadithin e Fatmës Dhul Qaisit radiallahu ta'ala anha, që la ka thënë se pejgamberi alayhis salam nuk i ka përcaktuar mas shkurëzimit as furnizim gjatë kohës i detit e as vendbanim. Omer ka kënë bjendesh me Kur'anin dhe me sunetin nëse ka pranuar. E kemi përmend si trajtes më herët po, Omeri se pranon rivajetin e një sahabit që flet se pejgamberi ka vlerësuar në çështjen e saj kështu. Kjo bjendesh me atë që kemi të njohur dhe nuk pranohet. Po marrë Aishën, femra radiallahu ta'ala, Allah i qoftë i kënaqur me dhe me babën e saj dhe gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ata që kanë pasuar. Marrëm disa për hadithet që dyshohet në saksinë e tyre. Për shembull hadithin në Sahihin e Imam Muslimit. Abdullah ibn Amr ibn Asi është njëri prej tash 4 Abdullahave të shuar në transmetime të hadithit të pejgamberit alayhis salam. Është ai që thotë se ka shkruar në kohën e pejgamberit alayhis salam disa e ka pasur fletushkën Sahihet as-Sadiqa. Ky sahabi ka fillu me thonë se në emrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qitë hadith, ka thonë se pejgamberi alayhis salam femra me rastin e pastrimit goslit duhet me i prishtash pom gërshetat e saj, bystek të saj. Në gjuhë popullit pak me do të mulog krejt flakt. Me gjithë flakt faktikisht. Me gjithë po gërshetat edhe po. Për mi pranu goslit si pastrim kompleks po. Kur kanë dëgjuar Aisha këtë që po kurzon me po transmeton në emrin e pejgamberit këtë çështë kanë kjo është e vërtetë. Të tregon rastin e saj që pejgamberi alayhis salam ka mjaftuar pasuron me pejgamberin alayhis salam dhe ka mjaftuar me çit ujë me depërtu ujë të rrojtë e flakëve. Do të thotë gërshetat nuk i kemi prek. Imam Muslimi tani për me përforcue mendimin e Aishës në këtë rast radiallahu ta'ala anha se rivajeti i parë, hadithi i parë s'është me vën, je Abdullah ibn Amr ibn Asit hadithin e Ummu Selemes, e cila e ka pyet pejgamberin alayhis salam, dhe pejgamberi alayhis salam e ka të njëjtën çështje. S'ka nevojë me prish gërshetën, po
ujit kryesori është me depërtuar te rrojt e flakëve. Dhe po pesën do të metnin tekstin Aisha se kanë dëgjuar kanë ja kjo është hadith i pejgamberit. Kështu na kemi vepruar, për ata nuk dyshojmë se kjo është sunet i pejgamberit alayhis salam. Ose hadithin e Abu Hurajres radiallahu ta'ala që tash kemi Ramazanin ofër. Abu Hurajra mendon që ai i cili është gjunub i papastër dhe e nxen tash po them na imsaku ose agimin po atë ditë do thotë kur fillon koha po e ka humbur ditë. Nëse është i papastër. I papastër, do bëj papastër gjatë natës, mas iftarit, çfarë do kohë qoftë ajo. Po them islam që mas namazit të taravihut të yacis dhe kam nxon xhumi, ka dol xhumi, s'ka mujt të quhe ai ose ajo për sefer. Edhe atë ditë s'ka drejt me e ka të humbur atë do të më kompenzuar me një ditë tjetër. Me një ditë tjetër. Aisha radiallahu ta'ala e ka kundërshtuar këtë çështje, edhe pse hadithi përsëri është në sajtin e Muslimit. Hadithi e Buhari's. Dhe ka kundërshtuar, po Aisha radiallahu që ajo çështje nuk qëndron, edhe pejgamberi alayhis salam e ka nxon mëngjesi ose agimi ose imsaku, duke qenë në gjendje të tillë dhe nuk e ka prisha ditë, ka xhiruar ditë, do të pasrua, ka fal namazin sabot dhe ka vazhduar. Aisha e kundërshton e Buhari'rin, i cili masanena kur i thuat që shpëtuar namën të pejgamberit kështu, thotë e kam dëgjuar Fadlin, duke thonë Fadl ibn Abbasin. Djalin e Abbasit, Fadlin, e kam dëgjuar të thonë se e kanë dëgjuar pejgamberin alayhis salam, do të ka humbur punën tjetër ku na ku mërsh edhe u krye muhabet. Kështu që kemi numër të vogël prej haditheve kur qëndrimeve që Aisha radiallahu ta'ala anha po pe sahabëve ka refuzuar, ka kundërshtuar hadithe për tyre që do të më përmend ndoshta edhe të imamët më vonë kur kanë dëgjuar hadithin se nëse del përpara duke u fal gruaja Gomari dhe qeni e prish namazin, ka thonë edhe me qenë edhe me Gomar na keni shtin një kategoria. Kush ka thonë? Aisha. Do të ka refuzuar pse hadithi është saj, s'ka dyshim. Edhe faktikisht e ka dhënë edhe ofendim se ka pranuar, po edhe ofendim ndaj. Po, tani ka dhënë që hadithin që është transmetuar në Buhariut Muslim që sa u fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ajo kon paratina. Po. Dhe të shtrime çat notës, ka fol namaz notës, e shtrime paratina dhe pejgamberi u fol. Po. Bile ka transmetime që kur ka dashur me ronsezi s'ka mujt me ropi kom të çaj dhe e ka shtyp pak për me mujt me bosesë. Po, praktikisht që ka dashur me thonë që me paskon ashtu që u thani ju. Që gruaja ta prish namazin pejgamberi asnjëherë gati s'ka pas namaz natës me fjalë tjera. Po. Sa ro kontonde. Kështu që praktikisht e ka kundërshtuar. Këto janë kretë hadithe që janë përmend Buhari dhe Muslim. Dhe kanë bosë spohim të hadithe shumëta që ka qërtuar sahabët e tjerë që kanë transmetuar hadithe shumëta. Aisha po them se ta libër ka vetëm rreth Aishës radiallahu dhe ngritja e zërit së saj dhe qërtimi i sahabëve dhe sa që po teksti i hadithit po është ka pas vështrim kritika. Abdullah ibn Omeri kur kanë dëgjuar e Buhariut se ka transmetuar në emën të hadithit pejgamberit alayhis salam, hadithin që imam të përmendin zakonisht e kemi njoftur, kush e fal namazin e gjenazës e ka një kirat, dhe kush e përcjell drejt varrosës i ka 2 kiratash. Pejgamberi ka sqaruar se kirat është problemi i madh sa kodra e Uhudit disa transmetime. Këtë parën Abdullah ibn Omeri ka pranuar, po që dytën se kanë dëgjuar ndërsa të varrosët. Po, për ata po thotë Buhariu ka dërguar te Aisha dhe e kanë pyet. Thonë disa mikdatin e ka përdorur ose e ka dërguar dikon dhe ka prit derisa ardh dhe këtë rast Aisha radiallahu ta'ala i ka dhënë drejtë Buharius, që është transmetuar me sahih pejgamberit alayhis salam, dhe thotë ka pas një grosht ashtu nxallës dhe e ka hudh me të madhe me hidrim. Abdullah ibn Omeri thotë sa qararitat na pas kanë kaluar, sa shpërblimet e mëdha na pas kanë ikë prej dorës se kemi ditë vlerën e madhe. Kështu që vështrimi dhe studimi kritik i tekstit të hadithit është prej kohës së pejgamberit alayhis salam dhe
kush nuk e ka po kërkujna për të madhe, pse se ka pranuar, se ka refuzuar kur ka pas mbështetje edhe baze, që për çef. Nuk deket valla, ka un pejgamber se ti vetë refuzoj, jo. Ato praktikisht gjithëherë është bo ajo, kur ose ka pas mbështetjen në Kur'an, ose ka pas hadith tjetër që ka qenë sigurt se ka thonë pejgamberi alayhis salam. Sa i përket profesor tash themeluesve të mëdhëbe shkolla juridike, a kemi raste të këta që nuk e kanë? Por Ebu Hanife na kemi përmendur shumë raste kur kemi thonë që kanë kurzuar Hanefit që hadithi ahad kur është sahih, mos më ron ndesh me Kur'anin dhe me hadithin mutawatir dhe me shurë, kemi për shembuj. Po kështu që se kem ndërmend mu me uzurun këtë çështje, po mendoj bën për imam të tjerë që kanë kundërshtuar hadithe sahiha që plotësojnë kushtet e muhadithit, mirë po me këtë çfarë do të thonë që edhe nëse rruga e transmetimit haptas duket se hadithi plotëson kushtet nuk ka çdo herë kur thonë se këta disa çështje të caktuara po mundohen tash me ka për shembull ajo që është transmetuar prej thuaj se 4 imamëve, kështu kanë menuar gjithë dietarët e vjetër me nom. In sah al-hadithu fa huwa madhhabi. Çfarë më bëksoj fjalë. Tekstualisht ka thonë Imam Shafiu. Pra forcësht është transmetuar prej Imam Ahmedit. Me përkthyes kur hadithi është sahih, ai është madhhabi jami. Kështu ka thonë Imam Shafiu. Për ata ka plot prej shafive më vonë, për çështje të caktuar, ka thonë hadithi tash e verifikuam që është sahih dhe kjo është madhhabi Imam Shafiut. Normalisht Imam Dhahabiu, Imam Nawawiu, dhe shumë prej dietarëve të madhhabit Shafi, kur e komentojnë këtë fjali, thonë kjo fjalia nuk është që kanë kuptuar shumica e njerëzve. Se për me thonë ky mendim ose ky hadith dhe vendimi që përmbanën vete është madhhabi i Shafiut, atëherë do të më ditë Imam Shafiu a ka po në herë këtë hadith ajo. Se nëse Imam Shafiu e ka trajtuar këtë hadith dhe ka kundërshtuar, atëherë nëse unë më thonë vëllai hadithi sahih për ta për jam veshëm se sahih është sipas teje, ose sipas dietarëve të mëvonshëm. Po Imam Shafiu e ka ditë se hadithi nuk qëndron, ose ka pas komentim të caktuar për hadithin, sepse hadithi duhet me notuar në hijen e haditheve dhe ajeteve të tjera. Për ata kur bjen ndesh me to, nëse ka mundësi gjithëherë dietarët janë munduar me gjetë formë të komentimit që ai mos me dal pe rrethit, mos me dal pe kornizës hijes së përgjithshme që e trajtohet ose tematikës që trajtohet pe Kuranit dhe Sunetit. Për ata jo gjithëherë është qëllim mirë ajo që thuhet hadithi është sahih, se tash në shekullin e 14 e kanë gjetë që hadithi sahih dhe që kjo është është çështo. Jo. Hadithet do të me pas kujdes nëse imam të hershëm dhe shkollat me thejbet nuk e kanë pranuar. S'munat më bëhen ai pranu më vonë. Ja, kry muhabeti. Ata kanë gjetë defektun me cilin e kanë refuzuar hadithin edhe pse dietarët e hadithit ai mundet fund me koni anulum komplet. Ka ajetet Kur'anit që janë anuluar vendimet e tyre. Le muhadithet. Kur ka punuar mujtahid atë duhet me pas kujdes sepse shkollat juridike kur marrin vendim është shumë problematik me dal me një vendim jashtë tyne. Sepse ato aq kanë pas dietar të mëdhej dhe aq janë tjerë çështjet dhe janë studiuar, saqë është problem me gjetë dikush që është i parafort me nivelin e tyre. Saktë. Për ata më i thon aty në s'kan ditë, kur i thosh një mëdhëbi që ka qelluar Imam Shafiu ose Shafiit, te i thua atij vargu gjatë alimve, akademikëve që janë me qindra mira. Kur thua Hanefit që kanë qelluar, ti thua tash një vargu gjatë alimve që s'kan përsërit më kur s'kan këtë kohë diçka të ngjashme me ta. Do të thonë kur thon Malikit që kanë qelluar është shumë problem. Për ata ajo që është trajtuar dhe është shoqëruar pe këndvështrimeve të caktuara të mëdhëve duhet me pas
do të me pas kujdes Sigurisht. për me gjatë trajtimit dhe refuzimit. E valla që është ndërtuar tash se kena gjetë hadithe kish pas filonin me vën, ke gjetë hadithin po punë, ke gjetë hadithin se muslimanët kanë punë, deri tash është ndryshe. Që është tash më i thonë na gjeneratave të hershme, jo se ja keni pa qelluar që kishim punuar kështu se na kena gjetë tash hadithin mas 14 shekujsh është pak problem. Për ta Ibn Sabahi u kon pe aty në dietarë që kanë ngritur zonin më të madhe, ka thonë s'kon këtë kohë më hadithi s'ka sa i dhaif. Ajo që është sa i të kaluar më kanë thënë dietarët këtyre, dhaif mos ka kompetenca, s'ka vlerë mo vlerësimi. Janë shtera të rrugë mo. Mirë po megjithatë shumica e dietarëve hadith se kanë pranuar këtë mendim të Ibn Salahit rahmetullahi taala alayhi. Na morëm Imam Shafiun, para tina Imam Maliku. Imam Maliku krejt hadithet që flasin namaz ashtu. Krejt hadithet që flasin se namazin fillim të namazit, mas tekbirit fillesor, ka dua al-istiftah, lutje hapse, që këllojnë me subhanaken. Krejt hadithet Imam Maliku dhe Malikit kanë refuzuar. Edhe pse janë të sakta. S'ka dyshim me dietarët e hadithit s'ka çfarë. Sigurisht ka hadithe të shumta janë sakta, s'ka. Te Imam Maliku kanë këto janë refuzuar. Me thonë Imam Maliku hasëm e sunetit. Me thonë Imam Maliku ti hasëm e sunetit, në realitet ti hasëm e sunetit. Që po jap vetes drejt me thonë Imam Maliku ti imamit të sunetit. Edhe të hadithit me thonë po. Këmë që ato hadithe po me hap namazin me doan sa në namaz tonë sa në forcë. Allahu Akbar dhe anis elhom drejt. Ose Imam Shafiu se tash na po më dhejte të Malikit dhe të kemi të 4 imamët që ka hadithe që kanë refuzuar, për shembull Irda al-Kebir gjithonja e të madhit. 4 imamët e kanë refuzuar. 4 shkollat juridikës, mendimi që japet fetvaja se tash ka filluar mbas hadithit disa me dal pe këtij ixhmait thamë ashtu, po kanë kundërshtuar ton. Irda al-Kebir që nuk lejohet. Po, gjithonja pa detale shumta, po thosh ne do të hadithi është sahih s'ka dyshim. Dhe ajo në rastin më të mirë do të më thonë që ajo është ka qenë specifike për rastin për cilin u thonë. Dorsa me vlerësua ato si vendim të përgjithshëm është çmenduri. Me plot kuptimin e fjalës. Është çmenduri dhe kërkush besoj që kish me pranue për nonën e vet, për gruan e vet, për motrën e vet, që diçka e tillë më ndo. Ajo është vetë çmenduria. Po hadithi është sahih. Dhe për ata, o do të me refuzu hadithin që s'kam vepruar imam me te, po do vëllaj mi pranu edhe mos me punu me te, atër thonë, është ka qenë specifik për rastin që ka thonë pejgamberi, që ka thonë pejgamberi. Ka mujtë e mendohë. Që ka thonë pejgamberi, alayhi salam, dhe kështu është, dolim nështë ma shëndetshëm për problematikës. Spunojmë si mastina dhe në njëjtin kohë, praktikisht. E pranojmë se. Po, pranojmë se. Si hadith, Imam Maliku, si Imam Ebu Hanifja, se kam pranue hadithin, basi po kem fjalën të gjithonja. Gjithonja është pej ndalesave të martesës, s'ka dyshim se është me Kur'an. Wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-rida'a. Do është kuranor vendim që është ka mbështetjen Kur'an. Sa për sharim ato ajo ndon që jap gjini fëmijën nuk ka drejt më martu me to kur tritet faktikisht. Po, çashtu praktikisht na po them afërsia për shkak të gjinit, po. Se kem afërsia në shariatin islam është afërsi për shkak të miqësisë, afërsi gjakut, dhe afërsi për shkak të gjinit. Do të nëse një grua jep një fëmijë në moshën 2 vjeçare, praktikisht ai konsiderohet djali i saj prish, ose nëse u vajzë saj na prish, se fëmia saj s'ka drejt të martu me te, po. Kështu që kjo është qëndrim s'ka dyshim që është i vlefshëm dhe ka mbështetje dhe sen. Po kem hadithe që kanë ardhur si hadithi Aishës që është transmetuar, hadith sahih s'ka dyshim, tash po vlasëm kur them sahih, gjithëra e ke sunen Buhariu Muslimi ose njëri prej tyre. Edhe në librat e tjera të hadithit që Aisha ka thonë kana fi ma unzil 10 radaatin ma'lumatin yuhrimna. Pe shpalljeve, ajeteve të shpallura më herët ka qenë që është ndaluar nëse gruaja fëmijë të caktuar jep 10 herë e më shumë. Fanusikhna kjo dhërshja specifikua dhërshja është anuluar me 5 gjithonje.
Praktikisht një grua nëse jep 5 herë, përpara ka qenë si vendim 10 herë. Tash kjo është buma rigoroz dhe kush jep 5 herë, u zbut me gjallë rigoroziteti, dhe 5 herë kush jep, ajo konsiderohet fëmia i saj për shumtë dhe ndalohen që do ndalesat e martesës që i përmenëm. Po ajo që është e rrezikshme në hadith na bën tash po them është rrezik me shumënia muslimonit me pranue, pse hadith sahih muhadithinëve dhe ka do që i dalin zot më të madhe, harrojnë që e atakojnë saksinë e Kuranit me të. Në fund ka ardhur Aisha që në fund të hadithit të ufje në Nabi sallallahu alaihi wasallam, o vdek pejgamberi alayhis salam dhe ky 5 tash që ka mbet është kon pjesë e Kuranit dhe është lexuar. Ku është këto ajete? Është që bot, ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vendimi i fundit që është shpall që 5 ka ajet 5 të gjithoni numri gjithoni nëse 5 më shumë po atëherë bëhet për pengesave të martesës, ndalesat të martesës. Ku është? As është ajo skema jetë por s'kon Kur'an me 10 e as të dy e as që të guxoj me pranue mendimin që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është tubuar Kur'ani dhe ka me diçka jashtë Kur'anit dhe s'ka hyrë në Kur'an. Për ata këtë hadith edhe njërin edhe tjetrin e Abu Hanifa dhe Imam Abu Hanifa dhe Imam Maliku e ka kundërshtuar. Jo i gjojmë tani Shafiu dhe Imam Ahmedi këta që i kanë si kanë qenë të ndikuar pe rivajetet më shumë e pranojnë hadithin dhe veprojnë sipas tina. Po domthonjë që fjalën e patën te Imam Maliku që e ka refuzuar. Imam Shafiu ka refuzuar hadithin sahih as dyshim hadithin e Enesit radhiyallahu ta'ala anhu që thëtë ju më falë mas pejgamberit, Abu Bekrit, Omerit dhe Uthmanit dhe gjithar këndimin e kanë filluar me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, që do thotë se kanë lexuar Bismillahin me zo. Thotë se ka pranuar këto hadithe ose këtë hadith që është sahih s'ka dyshim, se ka pranuar Imam Shafiu. Profesor, se ka pranuar si hadith të vërtet apo vetë s'ka vepruar me to? S'ka vepruar si mos veprojim bastina praktikisht ne ja kemi se ai ka hadithi është bën në rregull jemi rruga e transmetimit është i pranuar shumë po hadithin kështu na duhet me me thonë synimi i hadithit nuk është ai që duket. Pse? Sepse mendimi i hadith ose kuptimi i drejtë i hadithit është që ka filluar me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin është emri i Fatihas. Ka filluar me Fatiha e jo që se ka thonë Bismillahirrahmanirrahim. E ka harruar që ka rivajete të tjera që çfarë thon këtë farë çështje, që se ka lexuar Bismillahin. Po kështu që po Imam Shafiu ka konsideruar kështu hadithin, edhe pse refuzojmë, po vepruarit simbastina po e refuzojmë dhe sot e kësaj dite Shafit praktikisht janë nisin me Bismillahin e lojnë me zo. Bismillahirrahmanirrahim dhe fillon jo me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepse Imam Shafi sikur të kish pranuar këtë, e kish hup qëndrimin e vet që mban me furtë që Bismillahi është pjesë e Fatihës. Pjesë e Fatihas. Po se ka kundërshtuar. Po, për këtu para ata këtu s'ka mujt me bunu mos i masaditit. Se mparim e kish hup luftën në meselën tjetër, në çështjen tjetër që ajo s'ndron për ata, dhe ajo s'ndron se ditën sa Imam Muslimet kur ka thënë pejgamberi alayhis salam qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sal. Kom do namazin mes meje këtë rast Fatihën dhe robit tim në dy pjesë dhe robit tim i takon ajo për cilën kërkon ose më lutet. Edhe s'ka thonë Bismillahirrahmanirrahim, po kanë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Shadat zoti Hamdani abdi. Sa kanë nisë me Bismillah, po ja kanë nisë me Elhamdulillah, që mbetet me dyshuar mos që fjala është që hadithi e Enesit aty është me vend që pejgamberi e Omeri, Abu Bekri Omeri athmon gjithë në formë as tyne. Kanë lexuar, e kanë nisë qirajetin me Elhamdulillah jo me Bismillah. Do të është pe hadithe që ka kundërshtuar istidhanu l-Bekr, është pe hadithe të tjera që me marrë leje te Imam Shafiu me marrë leje për me martivu e vajzën. Po, vajzën beqarisht pa martuar. Praktikisht në tekst hadithit ka dallim mes gruas femrës së vej dhe femrës
që martohet për herë të parë. Për herë të parë. Tash kemi fjalën për pjesën e hadithit, femra vajza që martohet për herë të parë, ka një pjesë do të marr leje për saj për martesë. E Imam Shafiu këtë pjesën e dytë pjesërisht e pranon. Jo ndërzi do të thotë me kon vajza nën moshë. Tash martesa e vajzës nën moshë. Nuk kujdesori ka drejt pa e ve. Pa e pyet fare, do të bjen pjesa e marr pëlqimin e saj. Bjen pjesa e dytë e hadithit që është për me kuptuar drejt hadithin nish dosh me kuptuar që ajo që tek si ka un pejgamberi se do të më kërkoj leje për isaj me automatizëm na del që ajo do të më kon e rongut që mundesh më marr leje për isaj, që do të nuk kanë në moshë. Do të më kon në moshën e madhore më e madhe wallahu alem. Kështu që kemi hadithe që kanë kundërshtuar, kemi hadithe Imam Ahmedi që ka kundërshtuar hadithin që përmend pak më herët, hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, që kanë na keni kërhasue. Po me çana me gomorën. Për ata Imam Tirmidhi për Imam Ahmedit, thotë Imam Ahmedi ka thonë që sa i përket gruas dhe gomorit se prishin do të me automatizëm një pjesë hadithit e refuzon. Ndërsa sa i përket çanit fi nefsi min shay. Praktikisht ka mujt me refuzo këtë porse, ndoshta se janë do far hadithe që çani i zi është vetë djalli që është marrë muhabet, që janë lidh, ju kanë lidhur çortet, por ndryshe hadithin si tërsi nuk e ka refuzu. E ka refuzu të vepruarit sipas tij. Sipas tij. Kështu që jo po plot pe edhe imamve katër imam të mëdhenj kemi që numër jo të vogël të haditheve kanë refuzuar edhe pse i plotësojnë kushtet tash po them teorike, teknike të qendrit pa hadithi pranur, po kanë gjetë defekte të tjera të cilat kanë menduar që ajo nuk i plotëson kushtet e të vepruarit sipas tij. Kështu që parimi çdo hadith që ka rrugën e transmetimit të shëndosh dhe është sahih te muhadithin obligohen me vepruar sipas tij ka edhe disa pika nuk guxon më qit ka presje jo pikë. Tash po do të kam kthyer tek dietarët e mëdhenj të hadithit siç e ndron çështja, a kemi shembuje tek ata që i kanë refuzuar hadithe të tilla? Po tash normalisht ata kanë menduar që kanë defekte hadithet, edhe pse për shembull na kemi përmend më herët nëse ju kujtohet pas një far tematike kur kemi thonë që hanefiti e kanë kundërshtuar hadithin sahih, kemi përmend atëherë në rast kur për shembull hadithi që është në sahih Imam Muslimit ku thëtë pejgamberi asram hadithin e njohur si hadithul turbe khalaqallahu at-turba yawm as-sabt te fund të hadithit i cili bën ndesh me ajetet e Kuranit. Thot Imam Buhariu në librin e tij Al-Ilal, është më fal në librin e tij At-Tarikh, është volumi i parë faqe 414. Libri është i njohur me Tarihul Kebir Imam Buhariut. Të thot tekstualisht, do të pjesa që po na intereson, rawahu ba'dhum an Abi Huraira an Ka'b al-Akhbar wa huwa al-asah. Të rruga që transmetohet për Abu Huraira për pejgamberin alayhis salam sot me vën. Ma bind është rruga që Abu Huraira ka transmetuar prej Ka'b al-Ahbarit, prej çifutës që ka pranuar Islamin, që ka pasur ngusht Abu Huraira dhe plot hadithe ka marrë tregimet në çaj kim Tevrat, israeliatët, që me cilat është në dytë librat e fikut dhe të hadithit, sidomos tefsirit false të fikut jo, praktikisht janë është njëri prej dy personaliteteve që ka kontribuar shumë këtë aspekte. Ka'b al-Ahbar është një pjesë që praktikisht për ata këta dy transmeton Imam Dhahabiu dhe Sheikh Shuaib thotë janë rrugë transmetimit të drejta që në kohën e Omerit kam guxohet me transmetu hadithe. As Abu Huraira as Ka'b al-Ahbar, ja kanë dalë dyve. Këti kanë thonë la ulhiqannaka bi ardi Daws, për zonën ku të ka hijor. Dawsi pe Dawsi të konë Abu Huraira, aty ne kanë nëse ndale mos transmetoj sana ose kumet la ulhiqannaka bi ardi al-Qirada, me rrugën me tokën e Majmuna, do të thotë për zonën e Medinës me fjalë tjera. Edhe njëri të tjetrit. Për shkak të transmetimeve të shumta që
Ja kam vesh ose po ju ka duhet Omeri ka menduar që nuk duhet nuk na vjen kurrë ato transmetime se po dhe kem praktik Kur'an dhe praktikën që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam suneti praktik. Ata shkur kanë filluar plot hadithe ka thon pejgamberi, kum dëgjoj pejgamberi, kum dëgjoj filon ka pejgamberi kanë ndron ndeshme Kur'an ose me atë që është praktikuar në Medinë, Omeri më ka filluar me stavi ka marrë masa faktikisht. Lejto rivajet, s'ka transmetime. Wallahu a'lam. Edhe tek bashkëorët kthehemi pak tek ta muhadithin bashkëorët. A kemi tek ta divergjencë ose i pranojnë ose refuzojnë ose ka shembull? Po, ajo është s'ka dyshim na kemi thonë disa trajtesa kalimthi dhe kemi përmendur që krejt dietarët bashkëor edhe ata që më të nxorshme që i kemi praktikisht kanë zbuluar kanë po që hadithet caktuara nuk veprohet si mbas tyre edhe pse kanë rrugë transmetime. Po, rrugë transmetime që është pranuar kur kemi thonë Buhari dhe Muslim, ja kemi thënë kemi një farë betonimi që aty s'ka vetë rivajete sahihe dhe kri muhabeti, normalisht ato janë njerëzore gabimet edhe aty ko, gabime po janë ma të saktat mas Kuranit, sa i Buhariu që ashtu të konsiderohet e kredi dietar tash po të mëvonshmit, edhe pasuhet prej Sahihit më Muslimit edhe pse disa prej dietarëve të Marokut të Tunisit atje 5 vjetërve kanë menduar që hadithi po më ne Sahihu i Imam Muslimit është i pari, tani Buhariu është i dyti. Për shkak se Buhari ka plot rivajete muallaqat që janë me rrugë transmetime të plot, që kjo është shumë pak në Sahihit të Imam Muslimit, e para ata e kanë dhënë mirë, po megjithatë besojnë mendimin që Buhariu është nishi pe librave të hadithit dhe Muslimi është dy edhe njërin edhe tjetrin ka jem për vjetë gabime dietarë të hadithit për i bashkëorëve, kemi Sheikh Albanin, që është tash njëri për dietarëve të hadithit më menom për i bashkëorëve. Na kemi posat faktin me posat të rreshin e madh, për i tyre është s'ka dyshim po do të Abdulkadri Shuaibi dhe Sheikh Albani Naseri ose Nasruddin Albani. Allah i paspështuar të tash, në kanë lënë tretë për shpo. Po, kush i lexon librat e Sheikh Albani, për shembull dëgjon që ka hadithe që janë vlerësuar sahiha, po mendon që ka gabime në to. Nuk i pranon me veprim me to. Edhe në Buhari edhe në Muslim. Në Buhari hadithin e Abdullah ibn Abbas që kemi përmend më herët, to kemi përmend si shembull. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është martuar se muhrim asi mas u liru për ihramit hadithi tjetër është në Abu Davud, ati e prioritet Sheikh Albani dhe konsideron që hadithi Ibn Abbasit në Buhari që është që thotë se pejgamberi alayhis salam është martuar duke qenë në ihram, thotë është gabim dhe gabimet sipas gjitha gjasave është pej Abdullah ibn Abbasit. Praktikisht ka vënë emrin drejt kush është gabimi. Do të si hadith është Sahih Buhariut dhe Sheikh Albani mendon që s'do të më vepro sipas tina. Normalisht ka ndihmë shumë të dietarë kështu, po mendon që ashtu, s'ka dyshim ka kundërshtuar. Thot mukhtasar Sahih Buhariut kur flet për hadithin e pejgamberit alayhis salam el imanu bidun wa sittuna. Sahih Muslimin bidun wa sab'una. Atash 60 e ca deg. Po, besimi është sadek, po po praktikisht numri Imam Albani mendon që rivajeti i Buhariut 60 sadek është pa vend. Ndërsa transmetimi i Imam Muslimit 70 sadek është me vend. Kështu që nuk ka shembull që lën Sahih Imam Muslimit Sheikh Albani rahmetullahi ta'ala alayhi momentin kur e ka kundërshtuar tash po them rivajetin e Ebu Zubairit prej Jabirit radiallahu ta'ala anhu se ka ndërprerjes se ka mri Jabira me automatizëm në realitet ai ka kundërshtuar dikun që janë me këtë rrugë transmetimet në Sahihin e Imam Muslimit në numër jo të vogël të haditheve. Kopi dietarëve që i kanë llogarit dhe i kanë nxjerrë të hadithe do të çdo hadith që Imam Muslimi ka transmetuar pe Ebu Zubair al-Mekiut prej Jabirit me anane se Ebu Zubair është modelis. Dhe çdo hadith që ka transmetuar pe Jabirit me
anë, do të praktikisht me rregullat muhadithinëve konsiderohet i dobët. I dobët pse është muslim. Atëherë, na çka kemi thonë, ne kemi thonë me këtë parim që e ka aplikuar Saidi mu muslimit, Sheikh Albani i ka thonë 35 rrugëve të transmetimit që e kanë këtë defekt Saidi mu muslimit janë të dobta. Ka tjera kur pak kallëzohet dhe pak më jashpër. Për shembull në hadithin e Abu Hurairës, kur pejgamberi alayhis salam ka thonë kush pin ujin kom, le të qet dhe do të vjell me fjalë tjera, s'ka dyshim se është shallë. Forma e namazit pejgamberit alayhis salam me rastin e nxënjes së diellit, për shembull ku thot hadithi i Jabirit radhiyallahu anhu të transmeton Imam Muslimi se pejgamberi alayhis salam kur të nxon dielli ka fal 6 rukuatin be 4 sejidat. 2 recate që i bjen 6 rukuatin i ka bu 6 rukuja. Sheikh Albani Nirval Galithet, kjo është shadh, kjo është hadith i papranueshëm. Ka njëherë në hadith ushtar dhe Suwaid ibn Saidi është lëshoja pse është Saidi mu muslimit. Do të kanë numër jo të vogël të hadithet të Saidi mu muslimit, që të dietar të hadithit janë sahija, edhe tani kanë dalë edhe kanë shkruar libër kundër Albanit, pse i ka kundërshtuar. Po me fjalë tjera vim përfundim që jo vetëm të parë, po edhe të mëvonshmit do të për arsye të caktuara, për rregulla të caktuara, për defekte të caktuara kanë refuzuar hadithet të cilat teknikisht i plotësojnë hadithet e qenurit për hadith sahih në konceptin edhe në kuptimin teknik të fjalës të muhadithin, po dietarët bëjnë edhe të hadithet edhe juristët islam sidomos, sepse ata hadithin nuk e këshyrin veç rrugën e transmetimit, po e shohin edhe tekstin e hadithit dhe ata normalisht mas studimit e shohin që ose e refuzojnë për shkak se është anuluar si vendim, ose e refuzojnë për shkak se kundërshton Kur'anin ose sunetin e njohur ose traditën gjeneratave të hershme, ose do të kanë secili prej imamëve ka parime dhe rregullat vetëm bazë të cilave e vlerëson jesit dhe praktikisht mas i bëhet testimet e shumta, nëse i kalon gjitha, atëherë jap vizën edhe me pranë simbas tina, po jo të gjithë i kanë të njëjtat cita, jo të gjithë i kanë të njëjtat kritere, dhe kështu që wallahu alem nuk duhet secili imam, siç ka thënë Ibn Timia, asnjë imam i të madh zguxon muju mvesh, asnjë imam i të madh, sidomos kur ka folur për Abu Hanifën, që kanë filluar me folën me të, synim me ka imam Abu Hanifën tekstualisht e përmend, asnjë imam i të madh i Abu Hanifës të tjerëve zguxon muju mvesh, fjala, shpifja, se Ibn Timia pa këto. Thotë se e ka refuzuar një hadith ose një pjesë në sunet caktuar qëllimisht. Dhe kjo s'përkon me imam të mëdhaj. Nuk unë që me pasua pejgamberin alayhis salam. Kur ai ka refuzuar hadith caktuar, që neve po na do këtë basanena që i ka plotësuar kushtet, ose ka pranuar hadith caktuar që neve muhadithinëve ka duket më vonë, rregullave të tyre, se është i papranueshëm, nuk guxojna me vlerësue edhe me fol keq për imamtë e mëhershëm. Po kanë punuar për arsye, kanë pas arsye të caktuara, rregullat të caktuara, kriteret të caktuara për pranimin ose refuzimin e hadithit të caktuar. Krejt kjo do të me sqarua edhe pak se jo çdo hadith mjafton me një hadith sahih që u kuptuar, ose tash pishom në libra që po na botuan, është që hadith dhaif. Mos merr me këto. Po hadith sahih. Po hadith sahih, ku krye muhabeti. Edhe hadith dhaif dhe sahih. Kjo është pejsaneve që do të me pas do të me pas kujdes, po për ata është mirë me lexue librat e të parëve dhe vlerësimet e të hershmive, dhe ato janë tonë pak nuk kanë ndronë ndikimin e rrymave e sekteve që tash i kemi në kohën bashkëore, po praktikisht edhe në jetë edhe puna u konë më serioze, më prime, më fizibilila, dhe praktikisht u konë më haberiqetshme, wallahu a'lam. Profesor, faleminderit shumë, Zoti shpërblet për këto sqarime, edhe juve shikues të respektuar që ishit në këto minuta me ne, me emisionin Fiku Hanefi.
faktikisht transmetohet çdo të ajit nga ora 18 dhe aty mbetet edhe video nxizimi që faktikisht është në adresën e Bashkisë Islame në rrjetet sociale në Facebook e kështu me radhë. Deri në emisionin e radhës ju përshëndesim me selam dhe mirëpafshim.